Situata e zjarreve dikton nevojën e ristrukturimit të emergjencave civile. Zëvendës ministri i mbrojtjes Koçi deklaron të rriten kapacitetet dhe burimet njerëzore. Flakët përpin 10 hektarë me pyje nga veriu në jug, banorëve u kërkohet të jenë të vëmendshëm për t'u evakuar, njëri arrestuar për zjarrvënie në Gjirokastër. Zgjidhet misteri i byzylykëve të mbikëqyrjes elektronike, kompania private dorëzon të gjitha pajisjet pas denoncimit të ministrit të drejtësisë Gazmend Bardhi. Bashkia paralajmëron karburantet në kryeqytet, subjektet e palicencuara do të mbyllen, ushtrojnë aktivitetin në hapësirat urbane, bëhen burim aksidentesh. Reali Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e Vision Plus. Prej disa javësh, ushtria është në terren për përballimin e situatës së zjarreve, por zëvendës ministri i mbrojtjes Petro Koçi thotë se ka ardhur koha që të shihet mundësia e ristrukturimit të emergjencave civile për të rritur shpejtësinë e ndërhyrjes. Megjithë numrin e madh të vatrave të zjarrit, Koçi shprehet se nuk ka vend për gjendjen e jashtëzakonshme. Situata e vështirë në zonat të shumta të vendit nga zjarret e mëdha sjell në vëmendje nevojën e ristrukturimit të emergjencave civile. Zëvendës ministri i mbrojtjes Petro Koçi mendon se ofrimi më shumë kapaciteteve dhe burimeve njerëzore do të bënte më efikase dhe më të shpejt punën e kësaj strukture. Ka vend për ristrukturim. Pra në mënyrë që të gjitha burimet njerëzore që ne kemi në administratën shtetërore që lidhen me emergjencën, me mirëmbajtjen e pyjeve të kullotave etj, të jenë më të menaxhueshme dhe të mos kenë nevojën patjetër të koordinimit me, po themi, me shumë telefonata, me shumë fakse. Pra duhet të ristrukturohet në mënyrë të tillë që ato të përdoren në një mënyrë më të shpejtë dhe në mënyrë më ekonomike. Koçi pranon se situata kërkon vëmendje të shtuar, por nuk është dakord me vendimin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në zonat e prekura nga zjarret. Unë nuk besoj se ka ndonjë zhvillim në ato përmasa që të mund të na çojë në logjikën e vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme. Imagjinoni që kur vendoset gjendja e jashtëzakonshme, atëherë sipas ligjit shteti detyron edhe privatin, edhe mjetet e privatëve për të vënë në shërbim të situatave emergjente. Nuk besoj se për momentin kemi ndonjë zonë e cila ka nevojë për këtë vendim, që është një vendim shumë i rëndësishëm. Forcat e armatosura, sipas zëvendës ministrit, angazhohen vetëm në ato operacione ku kërkohet ndihma emergjencave civile. Aktualisht ne kemi 50 forca në Bogov të Skraparit, shoqëruar me mjetet tjera transporti apo dhe me autoambulanca. Në Krab, rreth 14 forca, dhe janë 27 forca në Muzin, të cilat do të spostohen pastaj më tej në një zonë tjetër ku ka rënë zjarr. Gjithashtu, po sot jemi duke dërguar trupa të tjerë në 2 zonat, në malin e Derjes dhe në bashkinë e Elbasanit në Gjinar. Operacionet e forcave të armatosur janë shtrirë në të gjitha zonat e nxehta, ku prej ditësh janë në zjarr hektarë të tërë pyjesh, duke shkaktuar dëm të mjedisit. 10 vatra zjarri janë ende aktive në të gjithë vendin dhe po djegin masivet pyjore. Ndërhyrja është vështirë për shkak të terrenit të thyer. Emergjencat civile u bëjnë thirrje banorëve të jenë të vëmendshëm dhe të njoftojnë për çdo situatë, ndërsa në Gjirokastër një person është vënë në pranga për zjarrvënie të qëllimshme. Edhe këtë të mërkur situata e zjarreve paraqitet e rëndë. Emergjencat civile raportojnë për vatra të shumta nga veriu në jug. Problemet të mëdha ka në Tiranë, ku në afërsi të tunelit të Krabës vazhdojnë operacionet për shuarjen e plakëve. Në malin e Derjas, pranë fshatit Shëngjergj, vatrat janë aktive dhe ndërhyrja me helikopter ka qenë e domosdoshme. Zëvendës ministri i mjedisit Kledi Xhaxhiu ka ndjekur nga afër ndërhyrjet e shërbimeve zjarr fikse dhe të forcave të ushtrisë. Vetëm midis periudhës Korrik-Gusht janë mbi 40 vatra, të cilët janë shtrirë pothuajse në gjithë territorin shqiptar, favorizuar këto edhe nga temperaturat e stinës, por duhet të theksoj se jo vetëm temperaturat janë duke shkaktuar këtë, shpesh janë zjarrvëniet e qëllimshme, sikurse dhe
pakujdesit e ndryshme, qoftë vizitorëve apo dhe të banorëve, të cilët përpiqen të djegin parcelat e tyre për të rimbjellë më pas. Në fshatin Gjinar të Elbasanit ka rënë një zjarë në një sipërfaqe me shkure dhe pisha, e flakët janë afruar zonës së banuar. Shtabi i emergjencave civile u ka bërë thirrje banorëve të jenë të vëmendshëm për t'u evakuar në çdo rast rreziku. Në qarkun e Lezhës raportohen vatra zjarri pranë kishës së Shnandout, në bashkinë Kurbin dhe në malin e Rencit në Shëngjin. Në parkun e Bogovës në Skrapar, zjarri e vazhdon të djegë sipërfaqen me shkura dhe pisha. Zjarfikësit nuk kanë mundur të ndërhyjnë për shkak të terrenit të thyer. Situatë problematike është edhe në qarqet Fier, Durrës, Gjirokastër dhe Dibër, ku janë djegur 10 hektar me shkure, pish, ullishte dhe kullot. Pas alarmit që lëshuan të martën banorët e fshatit Trodh në ulës të Matit, plakët janë vënë në kontroll, por nuk janë shuar ende plotësisht. Është zgjidhur më në fund Ministeri i Byzylykëve të mbikëqyrjes elektronike. Kompania i ka dorëzuar këtë të mërkurë në Ministerinë e Drejtësisë. Ndërkohë drejtori i shërbimit të provës Ilir Qafa ka bërë të ditur se pajisjet i ishin lënë operatorit privat për të shmangur burokracitë. Pas denoncimit të Ministrisë së Drejtësisë, 222 byzylyqe të cilët mungonin u dorëzuan në këtë institucion nga kompania. Ilir Qafa, drejtori i shërbimit të provës, tha për mediat se institucioni që ai drejton vendosi t'ia linte firmës private dorëzimin e aparateve të mbikëqyrjes elektronike për të shmangur shtimin e hallkave burokratike për proces. Që mund të krijojnë vonesa në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, në ekzekutimin e urdhave të prokurorëve, të implementohet nëpërmjet kompanisë prokuruar për atë qëllim. Qafa deklaroi se aktualisht janë 90 persona në mbikëqyrje elektronike, ndërsa pas lajmeve të fundit ka pasur tentativa për të hequr nga të dënuarit. Joshje të subjekte të cilët gjatë ditës djeshme kanë tentuar të bëjnë heqje të byzylykëve, por menjëherë janë kontaktuar nga stafi dhe janë këshilluar që të rivendosin shërbimin për mos të kaluar në shkeljet e padëshiruara nga ana jonë. Për sa i përket byzylykëve që janë dëmtuar, drejtori i shërbimit të provës bëri të ditur se po shihet mundësia që fatura financiare të ngarkohet të dënuarve në rastet kur janë dëmtuar qëllimisht. Policia e kryeqytetit ka arrestuar një 48 vjeçar në akuzën e grabitjes me armë. Ai kishte mundur të rrëmbente në një kazino shumën e parave dhe më pas ishte larguar me motor. Një 48 vjeçar u arrestua nga policia pasi grabiti në kërcënimin e armës një kazino në autostradën Durrës-Tiranë. Në prangat e uniformave blura, Duart Berziu, i cili rreth orës 17:50 të së martës, në kërcënimin e pistoletës i mori një shumë lekësh punonjësi të kazinos dhe më pas u largua me një motor pa targa. Ai u identifikua me njëherë nga agjentët e policisë dhe në momentin e arrestimit ju gjetën dhe 6 doza kokainë dhe shuma prej 18.000 lekësh të reja të cilën e kishte grabitur pikërisht në kazino. Sipas uniformave blu, 48 vjeçari ka qenë më parë i skeduar dhe për posedim të lëndëve narkotike. Bashkia e Tiranës nisi aksionin për bllokimin e pikave të karburantit që ushtrojnë aktivitetin e tyre pa licencë. Bashkia bën me dije se do të merren të gjitha masat e nevojshme për të gjitha subjektet që kryejnë veprimtarinë e tyre pa u pajisur me dokumentacioni përkatës. Në kryeqytet e ushtrojnë aktivitetin 173 subjekte, nga të cilët vetëm 3 prej tyre kanë aplikuar për të pajisur me licencë, por edhe në këtë rast dokumentacioni ka rezultuar i paplot. Shumë prej karburanteve ushtrojnë aktivitetin në rrugë kryesore urbane duke formuar xhepa për makinat. Bashkia sqaron se nuk do të lejojë shkeljet ligjit dhe u bën thirrje të gjitha subjekteve të mos bëhen burim aksidentesh. Partitë në Kosovë nuk bien dakord për seancën PDK-AK Nisma, kërkojnë të shtyhet javën tjetër, kundërshtojnë koalicionit drejtuar nga LDK dhe Vetëvendosje.
Kryetari i Bashkisë u ka dërguar një letër falënderimi i qytetarëve që besuan sërish për të vazhduar punën në Tiranë. Qytetaria juaj dhe zgjedhja e pavendosur për të ecur në rrugën e nisur më bëjnë të ndihem sa krenar, po aq edhe i përunjur. Askush më shumë se unë nuk është i vetëdijshëm se vota e 25 qershorit ishte një referendum për punën e bërë në Tiranë në 2 vite që shkuan, shkruan Erion Veliaj. Sipas tij, vota e 25 qershorit do t'i japë Bashkisë së Tiranës mbështetjen e pandërprerë të qeverisë dhe Edi Ramës për të vijuar punën me ritme edhe më të larta. Në letër Veliaj u zbulon qytetarëve dhe projektet që shumë shpejt do të marrin jetë. Një vëmendje veçantë i është kushtuar ndërtimit të shkollave të reja dhe të këndeve çlodhëse në çdo lagje. Në fund të letrës, kryebashkiaku siguron se rruga e hapur për qytetin përmes fuqisë së votës nuk do të ndalet. Një 33 vjeçar ka mbetur viktime një aksidenti në aksin rrugor Pogradec-Korç. I riu ishte duke udhëtuar me makinën e tij kur humbi kontrollin si pasojë e parakalimit gabuar dhe doli jashtë rruge. Parakalimi i gabuar sërish ka marrë një tjetër jetë në rrugë. Aksidenti i rënd këtë herë ndodhi pak pas mesnatë në aksin Pogradec-Korç, në afërsi të fshatit Bulgarec. Mjeti doli nga rruga dhe përfundoi në kanal. Përpasoi humbi jetën 33 vjeçari Kristo Bacellari. Bacellari ka qenë duke udhëtuar me makinën e tij tip Ford kur e ka humbur kontrollin pasi ka bërë parakalimin. Automjeti ka përfunduar disa metra jashtë trasesë së rrugës në kanal. Përplasja e Ford ka bërë që i riu të mbetet i vdekur në vend. Uniformat blu mbritën menjëherë në vendin e ngjarjes. Nga hetimet e deritanishme rezulton se shkaki i aksidentit fatal ka qenë edhe shpejtësia e madhe me të cilën udhëtonte i riu, por edhe errësira. Në këtë segment rrugor kanë ndodhur edhe më parë aksidente që kanë shkaktuar viktima dhe të plagosur. Bashkia e Tiranës ka nisur rikonstruksionin e shkollës Vasil Shanto. Erion Veliaj tha se në shtator nxënësit do të mësojnë në ambiente të reja. Kryebashkiaku u shfrytëzoi rastin për të bërë apel tregtarëve ambulant pranë shkollave të largohen dhe të ushtrojnë aktivitetin në tregje. Në shtator, rreth 1300 nxënës të shkollës 9-vjeçare Vasil Shanto do të zhvillojnë mësim në kushte më të mira. Bashkia e Tiranës ka nisur rikonstruksionin për përmirësimin e klasave dhe pajisjen me laborator. Erion Veliaj pa nga afër ecurinë e punimeve. Hajde po bëjmë një investim i cili të jetë në të nivel siç është cilësia e mësimdhënies në këtë shkollë. Ne jemi të përgatitur që të investojmë në të gjithë rrjetin elektrik, në të gjithë nyjet sanitare dhe në gjithë sistemin e higjienës, edhe sigurisht në një sistem ngrohje që i bën ballë situatës që ne kemi ndihmër. Investimi tjetër i madh për Vasil Shanton është kjo palestër e famshme. Kjo është palestra ku vjen gjithë udhëheqja, sa herë që ka zgjedhje dhe numëron votat e njësisë 5. Ndajtë vjen mirë që investimet e bashkisë do të prekin totalisht këtë palestër. Kryebashkiaku Veliaj tha se krahas investimeve do të vijojë mbështetja me bursa për nxënësit ekselent. Ne këtë vit kemi buxhetuar 3000 bursa për studentët ekselent. Vitin e kaluar kishim 2880 ca. Një nismë që u fillua nga Edi Rama, sekretar bashkie, dhe që më vjen mirë që e kemi rikthyer për nxënësit me 10. Kështu që kemi planifikuar më shumë bursa këtë vit, me shpresë që do të kemi më shumë nxënës me 10 këtë vit. Edhe unë besoj që siç nxënësit e këtij qyteti po na shpërblen me nota të mira, që është krenari për mua sekretar bashkie për gjithë qytetin ton, ashtu dhe ne jemi të gatshëm që kundrejt bursës të shpërblejmë të gjithë ata që arrin këto rezultate. Kryebashkiaku i Tiranës kërkoi mirëkuptimin e tregtarëve, të cilët shesin në ambientet e shkollës Vasil Shanto, që të zhvendosen në tregjet e licencuara dhe që ofrojnë të gjitha kushtet e nevojshme. Do të shkojmë në Kosovë, PDK, AAK dhe Nisma kërkojnë sërish kohë dhe shtyrje të seancës konstituive për javën e ardhshme. Kjo kërkesë është hedhur poshtë nga koalicioni tjetër dhe lëvizja vetëvendosje. Deputeti më i vjetër Adem Mikullovci është shprehur se seanca do të mbahet të njëjtën. Partitë politike në Kosovë vazhdojnë të mbajnë qëndrime të kundërta dhe përpasoj takimi konsultativ nuk ka prodhuar rezultat. Koalicioni PDK AAK Nisma ka deklaruar se nuk do të jetë në sallën e parlamentit me arsyetimin se seanca nuk është thirrur në mënyrë të rregullt. Dua të informoj që ne nuk marrim pjesë nesër në seancë, që ju mund të hyni në atë sa herë dëshironi, përderisa nuk respektohet vullneti i subjekteve politike. Ne kemi mandat qytetar, ne nuk e përfaqësojmë vetëm veten tonë këtu, po e përfaqësojmë votat e qytetarëve të Kosovës, aspiratët e tyre, pritjet e tyre, dhe ju do ta shihni që në atë moment kur
e pranoni këtë mekanizëm në mënyrë të mjetëfill, ne do të themi seancë, do dalme në propozimet tona dhe do t'jetë në anën tonë edhe zgjedhja e kryetarit, edhe formimit të qeverisë. PAN ka propozuar gjithashtu që javën tjetër të zhvillohen sërish bisedime dhe më pas të vendoset që seanca të mbahet në 17 ose 18 gusht, por deputeti më i vjetër në mosh, Adem Mikulovci, ka thënë se nuk do të ketë shtyrje. A ditë të për ju morë vetë në gjithë të zonë. Nesër është vlerë. I nominuari për kryeministër i koalicionit të drejtuar nga LDK, Abdullah Hoti, është shprehur se PAN duhet të jetë patjetër të ende në seancë e të paraqes kandidatin, ose në të kundërt të pranojë që s'ka numrat. Qenit i përgjithshëm politikisht do në kupton që ju të paraqiteni nesër në salë, jepni kandidatin e juaj për kryetar të kuvendit, ose të dilni para seancës së kuvendit, thoni se nuk e kemi shumicën e nevojshme për të konstituuar institucionet e vendit, dhe hajde spektri politik të ulë dhe pashit të divizin. Ashtu siç kishte paralajmëruar vetëvendosje e bojkotoi tryezën e partive politike, PDK, AAK dhe Nisma kanë kërkuar më herët që të futen në të njëjtën seancë zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe ajo e kryeministrit. Situata e zjarreve dikton nevojën e ristrukturimit të emergjencave civile. Zëvendës ministri i mbrojtjes Koçi deklaron të rriten kapacitetet dhe burimet njerëzore. Flakët përpin 10 hektar me pyje nga veriu në jug, banorëve u kërkohet të jenë të vëmendshëm për të evakuar, një arrestuar për zjarrvënien në Gjirokastër. Zgjidhet misteri i byzylykëve të mbikëqyrjes elektronike. Kompania private dorëzon të gjitha pajisjet pas denoncimit të ministrit të drejtësisë Gazmend Bardhi. Bashkia paralajmëron karburantet në kryeqytet, subjektet e palicencuara do të mbyllen, ushtrojnë aktivitetin në hapësirat urbane, bëhen burime aksidentesh. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacion, ju mund të klikoni në adresën tonë të internetit visionplus.tv, si dhe në rrjetin social të Facebook. Bashkë kemi përfunduar këtu, mirupafshim.